Edhe tha, nuk kam pas mundësi me e pagu, tha, shkollimin e fëmijëve të mi, edhe profa në ka ndihmu edhe i ka shkollu fëmijët e mi. Po fatmirësisht kemi raportin shumë të mirë edhe do me thonë është ndihmese madhe për neve, sepse nuk ja kishëm dalë letë. Kemi udhëtime jashtë vendit dhe është vështirë me ja besu ndoshta fëmijën dikujt tjetër. Po muna kisha pas qef me nda një pjesë tjetës time shumë të rëndësishme që raport shumë të mirë kam pas me vjehrin, i cili ka ndru jetë dhe ka qenë kimist, profesor Asim Bajrami, dhe ndaj kam mësu diçka që për jetën e përcjell mësimi ti që na ka lanë, për shkak se kur ka ndru jetaj, në fakt periudha ka qenë shumë e vështira ajo, pikërisht periudha ku dhe kemi kalu pastaj kemi pas edhe transferi në një objekt më të madh, po që ka qenë njëra prej pjesëve ku na kalon një farforme si amanet, është ku kanë ardhur shumë njerëz me fol fjalë të mira për të, po njëri erdhi dhe tha, ka marrë të tregoj që unë, sepse profa kam bajt edhe kurset kimis për 3, edhe tha, nuk kam pas mundësi me e pagu, tha, shkollimin e fëmijëve të mi, edhe profa na ka ndihmu edhe i ka shkollu fëmijët e mi. Sot fëmijët e mi janë doktor. Edhe sot dytë ata ishin tash në Amerikë, shpëtojnë jetë. Edhe unë dola për një moment, mendova, thash, paramendoje, do me thonë, ka ndru jetë, po vepra e ti e mirë është ende gjallë. Edhe kjo ndështë tam ka vazhdon, thjesht tër jetën e mendoj këtë gjë dhe thjesht mundohe me bo mirë për komunitetin, për trit vazhdimisht, që thjesht ndështë të një ditë kur nuk do t'jem, prap dikush do t'më përmend për diçka të mirë që e kam bo. Janë veprat ato që flasin. Mbesin gjithmonë, apo jo? Edhe mbesin gjithë.